Tani pasi mësuam se si me importu një video, është koha për procesin e editimit. Por fillimisht duhet ta krijojmë një sekuencë ku do t'i vendosim video dhe audio files. Kjo është dritarja timeline dhe siç po shihni tregon se këtu s'ka sekuencë. Ndërsa këtu më poshtë shënon vendosni failin këtu për me kriju një sekuencë. Kjo është mënyra e thjeshtë që mund ta krijojmë një sekuencë. Vetëm e zgjedhni failin këtu. Shikoni, këtu janë këto fajlat, ndërsa kjo që e ka këtu këtë ikonën e zërit, domethënë valve zërit, kjo tregon që ka dhe zë. Nëse klikoj këtë, edhe e bëj drag and drop këtu, shikoni, tani është krijuar një sekuencë sipas karakteristikave të videos. Nëse nga thumb view apo icon view, nëse shkomi në list view, edhe rritim këtë dritarën kështu, këtu mund mi pa se cila karakteristika të videos. Për shembull, këtu tregon sa sekonda zgjat, e kemi, shikoni këtu kemi edhe informacione të tjera, i kemi edhe rezolucionin e videos. Nëse kthejmë kështu, edhe po kthejna prapa kështu, siç e pam këtu videon e vendosëm. Edhe emri i sekuencës është kriju sipas klipit që e kena vendosur. Gjithashtu, klipi që është kriju sekuenca për ti e ka këtë shajën kështu. Nëse mbi klipin këtu apo mbi sekuencën, do klikoj me tastin e djathtë rename, apo vetëm klikoj këtu një herë, edhe e shënoj për shembull editimi. Domethënë mumi me ndryshu për çfarë do arsye. Shikoni këtu e keni sekuenca ka emrin editimi. Tani nëse doni të ndryshoni karakteristikat e sekuencës për ndonjë arsye, vetëm klikoni me tastin e djathtë mbi sekuencën këtu, edhe pastaj klikoni te sequence settings. Shikoni hapet kjo dritarja. Edhe këtu e kemi me ndryshu frame-in, domethënë sa frame-a, ndërsa sa frame-a për sekond, ndërsa këtu e kemi frame size, domethënë dimensionet e videos. Këtë rast janë këtu dimensione. Por nëse domi mi bo 4K, për shembull, po klikoj këtu, edhe 4K-ja i ka dimensione 3840 me 2160. Edhe nëse këtu poshtë, klikoj OK, shikone, tani u rrit kjo, edhe shikoni video jonë është më vogël, për arsye se ne e kena rrit dimensionet e sekuencës. Ndërsa, kur e kena bo drag and drop, që kena kriju video këtu, sekuenca u kriju mbas dimensioneve që i ka pas video. Ndërsa tani ne janë ndryshum sekuencët, domethënë dimensionet e sekuencës, edhe tani është kjo më e madhe. Ndërsa e bëmi drag and drop në një klip tjetër, shikoni, vendoset edhe klipi tjetër.